nuk e meritojmë si qytetarët Prizrenit këtë vend me jetu në këtë gjendje. Pi Gjakove si e marrë me zonë peshi me dorë. Salmon pa hala. Përshëndetje zoti Totaj. Unë banoj tek një banesë në hyrje të Prizrenit afër Abiqarshis. Edhe aty para hyrjes është merr me dal, do me thonë ka lëç në çdo kohë. Komuna e Prizrenit nuk reagon fare. Kam pas takim me drejtora, as nuk marrim parasysh. Bashkë rrethi është kjo pjesa edhe që prej ka qenë VV në pushtet e ka prish këtë pjesë kurse me rregullu askush nuk vjen. Krejt banor detyrohemi mu bo lëç, pastaj me shku në punë qaq të merë që është. Veturat prishen krejt nga gropat, vetë najherë ndreqim po s'bëhet asgjë. Tu e po ndikimin që ju keni pas për rastin e shtyllës elektrike, nëse kishe pas mundësi edhe këtu me na ndihmu, se është me të vërtet e pa tolerueshme çka bëjnë këta. Muj me të dërgu foto nesër ose video me e pa vendin. Okej, fotot mi ka dërgu. Hajde të shkojna tek qyrëm që të rrugë në Prizren, bashkaresht. Jemi në rrugën Wesley Clark, ku na ka shkru qytetari, këqyre një gjendjen. Qëre tash? Për me pas qartë, me atë sa mujta me kuptu, ekziston një farë kontesti pronësor këto me infrakosin, kalojnë shinat e trenit knej, si do qovë këto ma herët ka qenë me kubza shtrume, mirë po që 6 vite është në këtë gjendje, veturat vazhdimisht, në të dy anë, do me thonë, jënë të parkume, qarkullojnë, ka dhe biznese knej, pavarësisht kontestit, normalisht nuk mënët me qëndëru në qëtë gjendje për shumë gjatë. Këto jemi me Valdrinë, Valdrin ti na ke shkruj, do me thonë. Po, unë jam shkruaj, unë jam Valdrin po. Unë jam banori i kësaj lagjës, saktësisht kësaj ndërtese këtu. Jam afërsisht 8 vite edhe ju kom thirrë me vënë pak publike se komuna nuk reagon fare hiç në këtë gjendje që kemi kështu katastrofike siç e shihni edhe vet. Uji është nën stop, verës ka pluhun nën stop, domethënë na duhet me shku në punë me ka 2 par 3 par puza për shkak të lloshit që gjendet këtu. Kom bë kërkesë disa herë në komunë, ndoshta jo kështu me shkrim. Jem konë në takim me drejtorin e shërbimit publik, zoti Qel Lamaj, nuk na ka ofruar zgjidhje, ka premtuar që po, mirë po siç e shihni edhe vet, katastrofike. Unë nuk e di më ardhe kryetarin. Ka të reshura këto, halo ma keq bëhet situata që ish po vrejet edhe uji s'dia ka pas të reshura, këto ka grumbullu edhe nuk u hjek. Këto që shpeshini, ne jemi mundu vetë me financat tona, mas shumë të pronarë lokale që ka investu për me rregullu disa herë me vendos dhejmi, po përveç që nuk ka nivelizim të vendit, domethënë gjendja vjen këtë gjendje, domethënë bëhet katastrofë, siç e shihni. Na nuk mundemi as me dal as me fëmijë, veturat prishen, ka vetura të marra të ndryshme, edhe ka të shtrenjta siç e shihni edhe vet, domethënë këtu më një herë dëmtohen si vetura, si njerëz, gjithmonë jemi lloç. Unë besoj që edhe kryetari kishin rrugë këtu, besoj që edhe na nuk e meritojmë si qytetarët Prizrenit këtë vend me jetu në këtë gjendje. Unë jam që 8 vite këtu. Në fillim ka qenë e mbuluar me kubza, ku ka qenë PDK në qeverisje, pastaj ku ka ardhur vetë vendosja me kryetar komune, e kanë hek jo vetëm këtë vend, mirë po në tërë gjatësinë, kështu që ka hekurut, e kanë hek për shkak të problemeve që kanë pas me pronarën infrakos. Mirë po, ajo është problemi i ligjit. Do thotë ata ne ta bojnë zgjidhen me ligj, në të marrën hapësirën me qera është problemi tynve. Kryetari i komunës është zotu edhe ka mu zotu gjithmonë për mja rregullu jetën e qytetarëve. Jo më na lën këtë gjendje katastrofike, jo vetëm neve, mi po kjo vazhdon edhe me qytetarë që janë në vazhdimsi. Po thuaj që 6 vite është në çet gjendje. Sigurt është 6 vite në çet gjendje. Bile alakon ma keq, mirë po na kemi mundu me financat tona me rregullu najherë, mirë po prap ku të bjen bor, ku të bjen shi, kur të bëhet nxehtë, domethënë këtu bëhet sahar, domethënë këtë bëhet pluhun nën stop. Apo na kallzon te edin mas mire, sa është sfiduese për juve çdo ditë, domethënë me kalu knej, me pas lokalin e pas ke terasën, 2 hapa larg me pluhun, me xhona. Kemi probleme na vetë, unë vetë me investimin ton personal kemi intervenu disa herë këtu. Me shtru zhavara, domethënë me mjete vetanoke. Me mjete vetanoke edhe këtu banorët e din fort mirë gjithësër, një 3-4 kemi shtruar, mirë po s'po ka me ikë. E vërtet. So po ju dëmton juve si biznes kjo rrugë? Po më me thonë që ballë na dëmton shumë se jo pak, po çfarë them. S'po di çka me bën, çka me reague. Se më konë në pjesë e vogël hajde njëri. Po që këtu është problem që edhe komuna nuk ne edhe vetë me desht me shtu shtu kocka banorët e na me
me participue, nuk besoj që lojnë edhe me shtruhe, se asa nena as nena në kanë lojnë. Doja, ka mundësi, ma se pi Gjakove, si e mardhë me zonë peshi me dorë. Leni a i garet poshtë, se s'kemi shka ma hongër, burë, për peshi e kina bo. Ku e ki grepin? Grepin, unë e me dorë në unë. Në Gjakove me dorë i zojmë krejtë. E pas ke perfekcionua? Aja, më Apo ka heq këto peshqi? Sa dush në unë. Qfare? Salmon. Salmon pa hola. Tash po provojna me thirr zotin Qel Amaj, drejtori i shërbimeve publike në komunën e Prizrenit. Your call has been forwarded to voicemail. Okej, voicemail. Hajde provojna kryetarin e komunës, zotin Shaqir Totaj, po ashtu edhe këti i shkrum, po ashtu veç një tik po i shkon. Nuk ka qasje në internet fare. Numri që keni thirrur, për momentin nuk. Ngam, qa kena me bu tash se me shumë gjas, mujnë me qenë jashtë vendit, në bas të asaj që ka mujta me fol, me zëdhënësin për media, zotin Driton Siqeca, i cili na tha që ka gjasa nuk pat informacion të sakt se ku është kryetari me drejtorin. Na kena munis për Prishtinë stasht edhe ndërkohë sigurisht kanë me na u përgjigj në momentin e parë që kanë qasje në internet, edhe na kena me bashkangjit në qëtë storje përgjigjet e tyne. Hej, derisa që kojna mos harroni të Pozhegu Brothers, sponsori jam general, e mundësën operimin të teren, siguroni mi vizitu të Pozhegu Brothers.com, i keni ofertat ma të mira rrëth patundshmërive, qoftë banesa, qoftë shtëpia. Okej njerëz, zoti Shaqir Totaj është lajmëru eventualisht për shkak se i shkon në konventën e PDK se kanë zgjedh kryetarin e ri, nuk ka pas qasje në internet dje. Na kena fol, tashti dita tjetër, unë e njoftova thash për pak të thirre me u prononcu përmes kamerës, tash po e thirrëm edhe po e pyesim. Përshëndetje zoti Totaj. Zoti Totaj, atëherë pak a shumë në ta shpjegova përmes WhatsApp-it dje, ka të bëj me rrugën Westlake Lark, e cila kënë gjendje këgjat keqe. Mu më tregun që është prone infrakosit aty, mirë po në thanë që ka pos kubza ma herët, cilat jenë largun kohën sa ka qenë pushtet VV dhe nuk është lonë qashtë prej asoj kohë. Që na nuk kemi kapacitet që paralel, për të njëjtën kohë mi kry këtë punë 100%. Nuk është lonë që ashtu, mirë po ka mitë, për shkak se si ka rënë e hala dhe me që 6 vite na thanë që është ashtu. Që 6 vite na thanë që është në gjendje. Për që ata edhe pju thëmë. Nuk e qënë që është gjatë, por këtë që shke, ajo ka më regullu. Apo kur kryetar ka më regullu kjo? Alla kur nuk e di saktë që tash e përshek koha e keqe, ka fillu sezoni i dimnit, që sot të ra shiton ditën edhe varet sa lejojnë kushtet atmosferike për më punu, për ndrysh që ajo regulohet. Së ka shumë punë tjera që janë regulu edhe kja krye. Po, a është në listën e prioriteteve, se kjo ishë këgja mëti që ashtë, tash s'pedi qysha keni farë plani operativ aty për me intervenu. Që informatat më sakta më mi pas drejtori shërbime publike, mirë po zakonisht nuk jesin rrugë qatë gjatë pa u kry. Po, ka mujtë me mejtë për në arsye, nuk e di qëfare tash konkretisht, mirë po për që i kryet, ato e kemi sigur që ka mu kry. Veç sa të filloj me punu, se tash kemi pak punë me rekonstruktim qeverisës lokale, kanë më botë ndryshime, plus asaj, ajo në merë pak kohë, edhe sezonat dimnore, edhe problemet bugjetore, se qeveria ne ka marrë 25 milion euro, veç si vjetë ne ka marrë 15 milion. Këtë këto janë shkaktar që na mu vënu masalena me E qartë. Do me thonë, ti po thu që brenda një kohë jo shumë gjatë, ko mu shqyrtu kjo. Po, mëna një kohët, disa mujur, ajo punë kryet. Varet edhe prej kohës, se timnit shumë punuar, po varet edhe prej bugjetit, varet edhe prej sta ko më në marrë kohë prej konstruktimi qeverisës lokale, se kanë mu boda ndryshime, punëve të treja. Brenda 3 mujve, a i shkon fer 3 muj? 3 muj prej tash, me pos hapa konkret? Për para vitit 3 nuk e besoj që kryet.
Jo, s'po thon para vitit 3. Veç Po dhe ka mas vitit shkurte. 3 ku ka shkurti ka marrë si krye. Okej, faleminderit shumë zoti Totaj, kalofsh sa më mirë dhe urime për rezultatin zgjedhje. Sa mesë dhe ty edhe për të përshëndes. Tung. Okej, zoti Totaj na tha që e po çka na tha, mos t'ja nisi pak që më pas ka orë qaji. Mos t'ja nisi me rifrazu që ka tha zoti Totaj, si do qoftë këto me nënvizu keq ajo pjesa që na tha brenda shkurtit marsit. Na kena me udok prap në mars, edhe pse është një kod gatë, dhe me thonë, jena 9 orë, 10 orë, janar, shkort, mars, edhe 4 muaj, ajo rrugë që 6 vite që pot është në gjendje, po besoj që edhe 4 muajnë me duru, edhe pse s'është ferë me lyp me duru edhe 4 muaj prej banorëve aty, si do qovë në mars, kena me shku prap me mbajt për fjale kryetarin zoti Totaj edhe me këqyr, a është intervenu në rrugën Wesley Clark.